E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuar ish kryeministër General Ramush Haradinaj, i nderuar kryetari i Komunës zoti Ismail Latifi, i nderuar Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat Luftës Lirimtare Andin Ukshin Hoti, e nderuar Ministër e Ambientit zonja Fitora Pasolli, shumë të nderuara familje të dëshmorëve, martirëve, veteranë e invalidë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mysafirë të respektuar, qytetarë të Krushës së Madhe, zonja Zotrinj. Sot, për të 27 herë me radhë, ne po të bëhemi këtu përsëri me ju. Me ju për të 27 herë, por ne, krushanët, me njëri tjetrin po takohemi për të 10.000 ditë. Për 10.000 herë. Janë pothua 10.000 ditë dhimbje pikëllimi që kur Serbia vrau, masakroi dhe zhduku 241 familjarë tanë. Që 10.000 ditë ne qajmë, vajtojmë për familjarë tanë, kurse më rëndë është që 10.000 ditë ne shpresojmë e jemi akoma në ankth për 64 familjarët tanë të marrë pengë. I marrë pengë dhe akoma i zhdukur dhe ideologu, baba i filozofisë politike shqiptare, Profesor Ukshin Hoti. Në fillim besuam që koha do i shëron sa do pak plagët, por përkundrazi, koha neve na e ka ngarkuar edhe më shumë plagët. Janë pothuajse 10.000 ditë dhe ne pikëllimin e kemi 10.000 herë më të madh. Neve na vranë, masakruan, na dhënuan dhe na kallën gjithçka që kishim arrit me ndërtu me shekuj. Na vranë e djegën familjarët tanë, e neve të gjallët na kallën shpirtin, kallën pothuaj gjithçka mbi tokën e Krushës. Ne që mbrituam, filluam të jetojmë me shpresën e drejtësi dhe me besimin se që ata që na imbushën fushat e fëmijëve me varre do sillen para drejtësisë. Nuk kemi lënë derë patrokit për të kërkuar drejtësi, në gjykata, në rrugë, në protesta, në shijen e burë, bashkë me nënat tona të përvojtura. Në vitet e pas luftës, institucionet tona të përkohshme për pas shpalljes së pavarësisë, që besa dhe ato të shtetit tonë pavarur, arsyetoshin se kjo është drejt rezervuar e institucioneve ndërkombëtare. E kur trokitin në ato ndërkombëtare, ata talleshin me ne. Po, talleshin. Dhe jo vetëm kaq. Ata në fillim Unmiku, e dikur edhe Uleksi, përfshirë dhe strukturat hetuese të tribunalit të Hagës, na rrejtën, na gënjën na mashtruan e manipuluan. Vinin në Krushë kinë se me mbledh dëshmi për krimet serbe, na morën dëshmi që kishën dhe i zhdukën ato në interes të shtetit serb. Është vrasje dyfisht për ne krushanët, kur institucionet ndërkombëtare të drejtësisë në vend se të merren me krimet e gjenocidit në Krushë e fshatërt për rreth, ata fondet ndërkombëtare investuan në fabrikim të dëshmive për krerjen të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pra, në vend se më marrë me krimet e dëshmuara nga vetë tribunali me 1999, ku zyrtarisht konfirmohet se shteti serb në Krushë të Madhe me 2 krematoriume dhe 8 varreza masive kishte ekzekutuar 241 qytetarë, ata merren me krimet e supozuara të UÇK-s të fabrikuara në Rusi dhe Serbi. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, Ekscelenca juaj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari general i ushtrisë lirimtare të Kosovës, burri emblematik i familjes Haradinaj. Unë ju fola për 241 evrar të zhdukur. Përmenda Profesor Ukshin Hotin, por me përgjegjësinë më të madhe morale e juridike ju konfirmoj në emër të banorëve të Krushës së Madhe se të paktën janë qindra krushiane e krushian që kanë vdekur si pasojë e gjendjes së rënduar shpirtërore pas masakrës që Serbia bëri në Krushë të Madhe, përfshirë këtu dhe disa dëshmitar kyç. Andaj, nuk e kam ndërmend me kukat as me lujt viktimin para jush, e më përgjëruar, por me kërkesë për me bë presion në Bashkinë Ndërkombëtare, sepse e kemi humbur besimin në Bashkinë Ndërkombëtare për zbardhjen e fatit të pagjetëve, por kërkojmë nga ju që në asnjë marrëveshje të mos arrihet me Serbinë, pa krijuar një tribunal për masakrën e gjenocidit në Krushë dhe pa u dënuar përgjegjësit.
Ne e dim se keni presion, e ndoshta do keni edhe më shumë presion, por ma bërllog nuk bëhat. Ne kemi duruar 10.000 ditë, por s'po mundemi më. Jemi lodh tashmë. Andaj, ju inkurajojmë që të ngulni këmbë për inicimin e një tribunali për gjenocidin Krusha. Asgjë më me rëndësi nuk është se sa drejtësia të vihet në vend. Gjithsesi, jam i nderuar që në emër të banorëve të fshatit Krushë Madhe, të ju falenderoj që jini me ne për të nda dhimbjen. Ju po ndani dhimbjen me ne ndajmë krenarin me ju. Lavdi gjithë dëshmorëve martirëve të Krushës së Madhe dhe gjithë Kosovës.